heqin tapetin, hudhin rënën, luajnë futboll plazhi, ka një strukturë fantastike për këtë për mini futboll. Po mund të ishin atë 2000 vende, jo më shumë. Jo më shumë, po me dhomash veshje kështu underground, shumë i bukur, me leduall komplet, pjesa liçenit përballë, ishte jashtëmazë shumë e bukur. U kualifikuam për mbotror dhe kjo ishte ajo. Nga pjesëmarrja europiane shkut në U kualifikuam, po, u kualifikuam në botror, shkuam në Gjermani. Gjermania pastaj ishte komplet surprizë. Domethënë ikëm me durë në xhepa, me suport vetëm presidentit federatës në Essen. Në atë kohë presidenti Armando Duka na suportoi me pjesën e pagesave të hotelit dhe transportit. Po, kur shkum, jo, në animoj gëgjatë të drejtën, gjithmonë ka qenë suport për pjesën e futbollit amator. Dhe kur shkum atje, pastaj pam që, okej, priti se duhet kishim marrë dhe ca lek me vete, se duhet me hangër me i venjë, të kupton? Aty pam pastaj supportin. Ne ishim ekipi kombëtar? Ne ishim ekipi kombëtar, që ishim me durë në xhepa. Ne shkum, ne kemi pas grup Kolumbin, Kolumbi, Portugali, Moldavi. Grupi jonë. Grupi jonë. Sistem grupullimi. Po, dhe dollëm të dytët në grup, ose të tretët nuk e më po, u kualifikuam, do të kalum pjesën e... Po stadiumi si ishte aty? Stadiumi ishte mrekulli. Mrekulli. E kishim po vende Stadiumi atyne ishte, unë kam shku kur ishte duke u ndërtu, sepse ajo, kur po montohet, se kanë montu, si me thënë qendër ke Skënderbeu, me montu një stadium 4000 vendsh, dhe ato devijojshin stadiumin, do të thonë mund të shpenzojshin ke i devijimin mbi 15.000 euro, sepse ishte një pemë vogël aty që nuk e preshin dot, kupton? E devijoni çik stadiumin. E devijoni pak stadiumin kështu, e shtyni çik.